Me karizmën tane, do t'i thoje dy fjalë. Edhe do t'ma mbuloje mu këtë mangësi. Pa tjetër. Edhe do ma kapërdinje këtë breng. Edhe do përpiqeshe me ma mbulu këtë premtim të pamajtur, se ashtu ishte zemra jote e madhe. Mirë po, përtej emocioneve dhe përtej çdo fjalë tjetër, ne e kemi përbosh lagjes më të vjetër muslimane në Shkodër, a një prej lagjeve më të vjetra muslimane të Shkodrës, Rusit, me indërtu një xhami dinjitoze për historikun e kësaj lagje dhe personazheve të saj. E kemi përbosh në bashkëpunim me të gjitha autoritetet, e kam ul shumë më tepër që mos e mbet peng, të mos më myt një lugë të vogël uji, në të cilën çuditërisht mbytemi të gjithë së bashku, institucionet e këtij vendit, përfshi edhe me ftininë time. Pastaj të dashur të shtrejtë dhe për të mos dëshiruar me uzgjat, edhe pse kam një dëshirë të madhe me fole dhe me nda, si me dashur me hap këtë gjyben time dhe mi u tregu se çfarë kam në zemrën time. Ashtu si shpesh kam ba me Haxhi Fezi Zaganjorin vetëm për vetëm në mezhliset tona dhe takimet tona, që veç Allahu është dëshmitar. Ne asnjëherë nuk e kemi ul kryt përpara taborrave të iblisit. Edhe nuk e bajmë një gjatë të tillë. Se përndryshe do të ishim prej tradhtarëve të fesë të kombit. Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që bitë e etërve të zi edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij dhe kemi ecë përpara me kryen alt dhe duke vendos pikat mi i kur, ku dhe si duhet. Kështu kemi ba dhe me ngjarjen e fundit që na ka ndodhur në oborrin e xhamis Ebu Bekër, kur një rrugaç me pushtet në një mënyrë të pabesë dhe një orë krejt të papritur hyn edhe prek ku nuk duhet prek. E që gjithsesi ajo tabel do të shumë fishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra të tjera, dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt që është qthur dhe ka deviju dhe e ka mujt zullumi i euforisë së çuditshme e të papërkthyeshme. Kështu do ta thoshte edhe i dashtuni Haxhi Fezi Zaganjori në hutben e xumas së ardhshme. Edhe më jeton shumë më të madh dhe më të nalë se sa toni im në këto momente. Kështu do ta thoshte i dashtuni Haxhi Fezi Zaganjori edhe përtej hutbes së xumas, edhe në takime të ngushta dhe përtej tyre. Si për t'ju thënë që ne i kemi kamp në tokë dhe ne jemi kush jemi. Dhe e keqja nuk mund asnjëherë as me na kap përdore, as me na vu para, as me mendu se mund të na pushtroj. Sepse e mira e jonë dhe ajo çfarë ne përfaqësojmë dhe marrim supe, është shumë më e madhe dhe shumë më larg se sa bota e zullumit, e grabitjes, e ignorancës, e primitivizmit, e pabesisë. Jot me qëllimet e mira, vetë Haxhi Fezias, sigurisht së bashku me mështeler të ndryshëm, me teolog hoxhallar, që jetë programit ne kishim menduar që të ndaj me ju një video, duke se videoprojektori ka zgjedhur vetëm që dëgjojmë vetëm zanin dhe për çdo moment të jetës sonë. Në të mirë dhe në të keqe, dëshirueshme dhe jo vetëm, e falenderojmë Allahun Azza wa Jalla. Edhe i lutemi që me kanë për herë në mbrojtjen e tij, dhe në pas për herë bekimet e tij. Në dashnia e tij Azza wa Jalla. Rruga e atyne që jetuan se e çështja në fakt